Eglant Koçi, një 34 vjeçar të cilin familjarët e kishin denoncuar të zhdukur në polici më 5 qershor, dyshohet se është marrë peng dhe ende nuk ka gjurmë të tij. Nga hetimet e policisë ka dyshime të forta se personi që e ka marrë peng të riun të jetë 41 vjeçari Armand Shakaj, i shpallur në kërkim miki të zhdukurit. Për këtë dyshohet se është ndihmuar nga një 25 vjeçar, Enea Zyferi, i vënë në pranga. Ai është kamarier në lokalin në pronësi të kërkuarit Shakaj. Deri më tani policia ka arritur të gjejë motorin e 34 vjeçarit të zhdukur Eglant Koçi në vendin ku ai është mbajtur, të cilin policia nuk e bën të ditur për shkak të hetimeve. Nga kamerat e sigurisë është parë që prej aty del me makinë autori dyshuar Armand Shakaj dhe dyshimet janë se me vete në automjet të ketë pasur edhe pengun. Ky automjet është gjetur dhe është sekuestruar si provë materiale. Në makinë burime policore thonë se konstatuan njolla gjaku, por nuk ka ende një pistë për fatin e tij. Kontrollet janë kryer nëpër periferi të Tiranës deri në Dajt dhe drejt Elbasanit. Policia tha në një njoftim zyrtar se ka bërë kontroll të imtësishëm në ambientin ku është mbajtur i riu, por edhe në ambientet e tjera, por deri më tani ai nuk është gjetur. Sipas bluve të Tiranës, i dyshuari ka larguar nga vendi ku ishte parkuar fillimisht motorin e të zhdukurit. Ai u gjet në rrugën 5 Maj në Tiranë 2 ditë më parë. Eglant Koçi është zhdukur më 4 qershor dhe për herë të fundit është parë në zonën pranë sheshit Wilson në kryeqytet, teksa po lëvizte me motorin e tij me targa CT 969. Policia ka arritur të gjejë nga kamerat e sigurisë dhe disa episode televizjes së tij me motor nëpër Tiranë. Eglant Koçi nuk rezulton me precedent dhe mbetet i paqartë konflikti. Ai rezultonte i punësuar në një biznes mobilerie, por dyshohet se mund të jetë përfshirë në tregti të kriptovalutave, një prej pistave ku po hetohet. Kamarieri arrestuar i pengmarrësit Enea Zyferi deri më tani nuk ka dhënë detaje që mund të ndihmojnë më tej policinë, por ka dyshime se ka qenë me shefin e tij kur 34 vjeçari është mbajtur peng.